Pas më shumë se 3 dekadash suksesi në Hollywood dhe një karrierë të mbushur me role ikonike dhe skena të rrezikshme në serinë Mission Impossible, Tom Cruise është vlerësuar më në fund me çmimin e tij të parë Oscar. Cruise më herët është nominuar 4 herë për Oscar për Born on the 4th of July 1989, Jerry Maguire 1996, Magnolia 1999 dhe producent për Top Gun Maverick 2022. Në fjalimin e tij emocional, aktori foli për ndikimin e kinemas në jetën e tij. Uria për aventurë, dije dhe njerëzimin më shtyu të tregoj histori. Kinemaja më hapi imagjinatën. Aktori i njohur vazhdoi duke thënë se kinemaja ndërtohet nga komunitetet dhe në fund të fjalimit të tij bëri të pranishmit me të cilët ka punuar të ngriheshin në këmbë duke shtuar: "Ju lutem, dijeni se ju mbaj me vete, secilin prej jush dhe ju jeni pjesë e çdo kuadri të çdo filmi që kam bërë ose do të bëj ndonjëherë." Cruise u zotua të vazhdoj të mbështesë artin kinematografik dhe talentet e reja. Përveç Cruise, Akademia nderoi dhe figura të tjera me kontribut të jashtëzakonshëm në art. Wayne Thomas, dizajner pionier i prodhimit, Do the Right Thing, Malcolm X, A Beautiful Mind, Debbie Allen, koreografe dhe aktore e njohur, Fame. Pashtu Dolly Parton u vlerësuar për filantropinë e saj gjatë të gjithë jetës. Puna e saj bë mirë se përfshin fondacionin Dollywood, si dhe programin global të shkrim leximit Imagination Library, që ka shpërndar mbi 285 milion libra për fëmijët që nga viti 1995. Përveç karrierës muzikore, Parton është nominuar 2 herë për Oscar me këngë origjinale nga filmat 9 to 5 dhe Trust America.